Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin politik, se çfarë pritet të ndodh me politikën shqiptare pas zgjedhjeve të 11 majit, ku kryeministri Edi Rama fitoi 83 mandate, ndërkohë nga ana tjetër kreu i Partisë Demokratike mori vetëm 50 të tilla, duke I humbur ato, por që nuk pranon rezultatin e zgjedhjeve, duke I kontestuar dhe duke protestuar se ka manipulime të këtyre zgjedhjeve. Ndërkohë nga ana tjetër, ish presidenti Ilir Meta është njohur me 3 akuzat e tij dhe është marrë zyrtarisht I pandehur, por cili do të jetë fati I tij përballë drejtësisë në vijim. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar avokatin e njohur Idajet Beqiri. Zoti Beqiri, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Beqiri, si I keni lexuar zgjedhjet e 11 majit, ku kryeministri Edi Rama mori 83 mandate, ndërkohë Partia Demokratike me aleancën e saj për Shqipërinë Madhështore mori vetëm 50 të tilla dhe Berisha vijon t'i kontestoi zgjedhjet duke I cilësuar ato si të manipuluara dhe ndërkohë kanë nxjerr edhe video dhe prova sipas tij të cilat tregojnë manipulimin e këtyre zgjedhjeve. Po zgjedhjet e 11 majit faktikisht ishin të pritura rezultatet. Çdo shqiptar I dinte, jo thjesht dhe vetëm nga sondazhet, cilat të gjitha pa përjashtim, qofshin ato të majta, qofshin ato të bëra nga të djathët, qofshin ato të bëra nga asnjanës në institucione edhe serioze që kanë bërë sondazhe edhe thuaj se kanë qenë të sakta ndër vite, të gjitha e nxirrin fituese Partinë Socialiste, madje fituese bindse, sepse vetë situata që u zhvilluan zgjedhjet në 11 maj të 2025 ishte e tillë që opozita e udhëhequr nga Sali Berisha do merrte një ndëshkim ekzemplar, çka do të thoshte që duhesh me çdo kusht ai para se të merrte dënimet penale nga gjykatat e krimeve kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ai faktikisht duhet merrte një ndëshkim të dukshëm edhe nga vetë populli shqiptar, nga votuesit e Shqipërisë. Dhe faktikisht, edhe nëse u tolerua masa e sigurimit nga rreth shtëpie që ai kishte dhe që ishte e merituar, dhe ai me këtë mas duhet vinte për të përgjigjur për aferën korruptive në kompleksin Partizani, gjykata e apelit e çoi në detyrim paraqitje, duke arsyetuar vendimin e saj që është udhëheqësi I opozitës aktuale edhe duhet lënë I lirë që ta bëj fushatën elektorale. Kjo faktikisht për kthimin real e ka që tregoj veten, shikoj sa do populli, sepse ligjërisht domethënë ti ato vepra penale për të cilat akuzohe për korrupsionin pasiv në rastin e kompleksit Partizani do përgjigjesh penalisht, sepse SPAK-u e ka çuar çështjen në gjyq dhe madje edhe gjykata e gjyqtari I seancës paraprake e dërgoi çështjen në gjyq për të thënë që të gjitha provat, faktet, aktet e tjera janë të vlefshme e të përdorshme dhe do marrësh dënimin e merituar për këtë. Kështu që pra them që ishte I pritshëm ky rezultat. Nga ana tjetër, kemi të bëjmë me një gjë që çdo kush, domethënë këtu në Shqipëri që jeton në Shqipëri, po edhe cili do tjetër, domethënë person që mund të ketë një interes edhe për t'i parë me syrin që duhet zgjedhjet e 11 majit, do të ishin parashikues domethënë brillant për rezultatin, që mund të ishte I thellë, sepse njerëzit bëjnë edhe krahasime. Në 2011 opozita e atëhershme ishte pa probleme. Çka do të thotë? Kishte në krye një kryetar partie legjitim, siç ishte Lulzim Basha, kishte një ish lider të Partisë Demokratike, I cili loste rol aktiv, madje thoshin që ky është kryetari de facto I Partisë
Demokratike Sali Berisha dhe që ishte pjesë përbërëse e kësaj partie me rolin, siç u thash, me një rol dominues në të, dhe të gjitha këto çuan në atë që përsëri i humbën zgjedhjet. Ndërsa pas vitit 2021 ndodhen ndryshime të jashtëzakonshme, ndryshime shumë të mëdha për Shqipërinë, do thoshja unë, po veçanërisht për opozitën, sepse opozita mori një ndëshkim të rënd. Cili ishte ndëshkimi i rënd që mori opozita? Lideri i saj, historik, ai që ishte de facto kryetari i Partisë Demokratike, u shpall person non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe më pas nga Britania e Madhe me akuza jashtëzakonisht të rënda, minim të demokracisë në vend, korrupsion të lartë shtetëror, njeri që me ndikimin e tij ka bërë deformimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri. Domethënë, akuza më të rënda se kaq nuk ka ku të shkojë. Dhe për një njeri që do të jetë në politikë, që do të marrë pushtetin e të tjera, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës të konsiderojnë të tillë, nëse Britania e Madhe të konsideron të tillë, dhe nëse vendi jot e përkrah një gjë të tillë masivisht, pra pajtohet me këtë, dhe nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë që ti edhe po të vish në pushtet, ne kur nuk bashkëpunojmë me një non grata, atëre kuptohet që elektorati shqiptar, edhe ai që ti ke patur për vete, tronditet dhe të jep firot jashtëzakonshme. Aq më shumë, ose më mirë aq më keq, kur kjo non grata nuk është personale, sepse ka patur në vendet tjera që jepet non grata për një kryetar shteti, për një kryeministër, për një ministër e tjera me radhë, po jepet atij individualisht. Po kur jepet për gjithë familjen, domethënë me grua, me dhëndër, me fëmijët e tu, të tërë janë non grata, do të thotë që rrezikshmëria shoqërore e jote është jashtëzakonisht e madhe. Kështu që kjo aleanca madhështore nuk kishte çfarë priste tjetër, domethënë për pos këtij rezultati faktikisht që mori. Por nga ana tjetër, të mos harrojmë që edhe qeverisja aktuale, megjithëse kanë kaluar, pra i përmbushi 3 mandate edhe kërkonte të 4-tin, shqiptarët nuk vlerësojnë çfarë thuhet në për studio televizive, nuk vlerësojnë çfarë thon gazetarët, njëri apo tjetri, nuk vlerësojnë ato gjërat, domethënë, që bëhen për interesa meskine, me që unë e kam inat Edi Ramën bie fjala se duroj dot, se më duket autokrat, apo me që unë kam një lloj perceptimi se në Shqipëri, domethënë, po lulëzon kanabisi e tjera me radhë, dhe të tërë shqiptarët e kanë këtë percepcion. Jo, shqiptarët duhen parë, domethënë në tërësinë e tyre, edhe rëndësi ka masa e madhe, shumica e tyre, dhe shumica e tyre është e kënaqur me qeverisjen, sepse krahasojnë 2013-ën me 2025-ën, dhe kur shikojnë që nga një vend ku sundonte pislleku, ku sundonte anarkia, ku sundonin ndërtimet pa leje, ku sundonte ajo brutaliteti deri në shkallën sa energji elektrike do paguajnë vetëm socialistë dhe ata që votojnë Edi Ramën, dhe këta të Partisë Demokratike janë të përjashtuar prej pagesës energjisë elektrike, dhe firot ishin aq të mëdha, edhe u futën në një kolaps të tillë sa kur u dorëzuan 2013, thuajse ishim të falimentuar, më keq se Greqia që do shiste ishuj, dhe pastaj shikojnë që çfarë zhvillimi ka Shqipëria, si janë rregulluar qytetet e gjithë Shqipërisë, si janë bërë ato europiane, si është rregulluar infrastruktura e vendit e tjera. Pra, kur i shikon të gjitha këto, kur shikon çfarë rrugësh janë bërë, çfarë tunelesh janë bërë, kur shikon që në Shqipëri nga 500.000 maksimalja turistë që vinin deri në 2013, shifra vajtin 13 milion, edhe gjithë bota thotë është një ndër 5 vendet më të lakmuara për të bërë pushime e tjera, ata t'japin vlerësime, kështu që në këtë drejtim ishte një fitore e merituar e Partisë Socialiste. Këto pretendime tani që janë vjedhur e tjera, ne këto i kemi dëgjuar vazhdimisht. I dëgjuam në 26 korrik të 92-shit,
i dëgjuam në vitin 1994 që vetë Berisha ishte në pushtet, i kemi dëgjuar vazhdimisht edhe këto janë, domethënë, janë për të justifikuar atë katastrofën, humbjen katastrofale, por nuk kanë asnjë gjë të vërtetë në këtë mes. Zoti Beqiri, si mendoni pse as këtë radhë Berishës nuk i bëri punë, po themi, as lobimi prej $6 milion i kontratës që nënshkroi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as strategu i Trumpit që mori në fushatën e tij elektorale nuk rezultoi me sukses që ta çonte drejt fitores. Po sepse harrohet nga këta liderët tanë, harrojnë një gjë. Këta duan ta mbajnë mirë me këdo, po nuk duan ta mbajnë mirë me popullin shqiptar. Mirë, po në fundit populli shqiptar është ai që voton, ai e ka votën. Dhe përjedhoi populli shqiptar është aq i zgjuar sa nuk intimidohet, nuk e komplekson dot atë me figura të ndryshme. Aq më shumë që ka patur prova në këtë drejtim, sidomos Berisha dhe ka dështuar vazhdimisht në këtë. Ai pati fenomenin e Doris Pakut, e përdorte atë Doris Pakun, u bë ajo si tezja e Shqipërisë, dhe sa herë kishte nevojë Berisha vitin nga Gjermania, ajo eurodeputete e tjera, edhe fliste mirë e kështu, sa më shumë fliste mirë ajo, sa më shumë nemte ajo Partinë Socialiste, aq më shumë vota merrnin këta nga populli. E njëjta situatë edhe për Laçivitën e të tjerë. Nuk do votonte Laçivita në Shqipëri, aq më shumë kur Shqipëria dhe shqiptarët e kanë akuzuar Berishën dhe familjen e tij për korrupsion të lartë shtetëror, çka u ka konfirmuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, çka u ka konfirmuar edhe Spaku me akuzë që ka ngritur kundër Berishës, çka u konfirmoi edhe gjykata e kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ajo e gjyqtarit paraprak që e kaloi çështje për korrupsion për gjykim ndaj Berishës, pra një njeri që ka bërë korrupsion të lartë shtetëror, të arrit tani që të marrë 6 milion nga buxhet, nga gjaku dhe djersa e taksapaguesve shqiptar, dhe t'ja japi atje për t'i bërë atij pastrimin në thonjza të llumit që ka mbuluar një jetë tërë në Shqipëri, edhe përmes kësaj të fitoj pushtetin, edhe kjo është një ndëshkim e shuplak që ata t'japin këto 6 milion, thonë, që ja dhe atia, e derisa të qanë zemra për pensionistët, ka që duan pensionistët dhe u bëhet një fishe gjysmë pensioni edhe ata tyja të heqin kapelen, kurse ti i jep thjesht dhe vetëm që të pastrosh, të më falësh, do më thënë, nevojën e familjes tënde. Kjo nuk është normale, prandaj dhe mori këtë ndëshkim. A rrezikon Sali Berisha me këtë kontratë që ka nënshkruar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas asaj që psoi pas non gratës? Po, tani është detyruar Partia Demokratike, do bëj raportin financiar për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është detyruar të deklarojë të gjitha shpenzimet që ka bërë dhe të gjitha burimet e të ardhura, na i kanë ardhur të ardhurat për shpenzimet që ka bërë. Përjedhoj, do të justifikoj edhe 6 milionët e eurove të dokumentuara. Qa dokumenti do ketë? T'jeni të bindur që s'ka dokument të tillë, sepse fondi që i ka dhënë buxheti i shtetit Partisë Demokratike për fushatën elektorale ishte vetëm 250.000 euro. Por vetëm këto janë 6 milion euro, po fushata bën ata, sa kanë harxuar? Atëre ku i kanë gjetur këto para? Pra kemi të bëjmë me një para që është vënë në rrugë korruptive, e dyta që nuk e ke deklaruar dhe e treta që po e pastron. Kështu që kemi 3 vepra penale dhe për këto 3 vepra penale, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasi t'i vej raporti nga ana e Partisë Demokratike, do ta çojë këtë raport me relacion përkatës në SPAK dhe SPAK-u do filloj procedimin penal, por për lobimin e ka filluar procedimi dhe po heton faktikisht SPAK-u, pra vetëm për këtë 6 milionët e kontratës ata e kanë filluar, kurse këtu flas në tërësinë
e gjithë raporti do paraqisi Partia Demokratike dhe rrezikojnë të dënohen me burg, edhe burgu, domethënë masat e dënimit për këto 3 vepra penale janë të rënda, variojnë deri në 15 vjet burg. Nëse keni informacion, në cilën fazë është SPAK-u sa i përket hetimeve që kanë nisur kundrejt çështjes së lobimit për $6 milion të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Por ata kanë bërë shumë veprime hetimore, tashme janë, domethënë, duke hetuar mënyrën se si nga shkuan këto para, se faktikisht gjoja kanë qenë atje brenda në Amerikë dhe në Amerika, domethënë, i ka kaluar, nuk ka kaluar gjë nga Shqipëria, kjo po hetohet sepse në fakt u rezulton që nga Shqipëria kanë kaluar shumë herë më herët dhe personi që ka marrë përsipër atë krijimin e atij fondacionit, po fondacioni thonjza se fondacioni ka vetëm këtë person, pra me emër dhe mbiemër gruan e tij dhe vajzën e tij dhe nuk ka tjetër, vetëm këta 3 janë. Këta po hetohen sepse faktikisht kanë qenë të lidhur me Sali Berishën edhe me atë Partinë Demokratike, domethënë me këtë pjesë të ngushtë të Partisë Demokratike, dhe faktikisht paratë e pista që kanë kaluar në Shqipëria, kanë kaluar në disa duar atje në Amerikë, po një ndër duar e besuara ka qenë dhe ky që krijoi fondacionin dhe ky i ka marrë më parë ato lekë dhe tani i pastron, vazhdon t'i pastrojë atje. Kjo është dhe arsyeja që ai nuk i gjendet me tani edhe adresa se i ka humbur, por është një problem që po hetohet edhe nga FBI-ja, sepse është një kontratë që është evidentuar dhe ka brenda saj personalitetet të tilla që kanë qenë afër Trump dhe kjo konsiderohet e rëndë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata qysh me një ligj që kanë të vitit 1789 e kanë të ndaluar rreptësisht që një shtetas amerikan ose një pjesë e strukturave të pushtetit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndikojë ose të përçojë ndihma të tilla në përfushat elektorale e tjera në vende të tjera për të ndryshuar pushtetin ose për të ndryshuar qeverisjen e tjera. Avokat, si mendoni, pse Berisha nuk tërhiqet nga drejtimi i Partisë Demokratike dhe të mbajë përgjegjësi për humbjen dhe ku një pjesë kërkon dorëheqjen e tij, apo në këtë rast është duke mbrojtur familjen e tij, pra konkretisht fëmijët e tij, përmes qëndrimit në krye të Partisë Demokratike? Nuk i ka ngelur mbrojtje tjetër. Mbrojtje ligjore nuk ka. Akte zyrtare që të vërtetoj të kundërtën e krimeve që ka bërë nuk ka. Është i bindur 100% që ka mbi supe jo thjesht dhe vetëm këtë aferën e korrupsionit Partizani, por ai e di që shumë shpejt tani vajza e tij dhe djali i tij do të merren në përgjegjësi penale, edhe ata për korrupsion aktiv do merren në përgjegjësi penale për pastrim të parave të pista edhe për mos deklarim të ardhurave. Sikurse po hetohet edhe jashtëquajturi fondacioni Iliri Berishës, ku dalin afera të rënda korruptive, vjedhje masive të rënda me miliona euro që Iliri Berisha ka bërë nëpërmjet atij fondacioni dhe që i ka shndruar në vila, duke filluar nga Greqia, në Holandë, në Zvicër, në Belgjikë, në Hungari e të tjera. Kështu që janë edhe proceset tjera mbi Berishën, 20 janari po e po, Gërdeci po e po, që janë, domethënë, janë në proces shumë shpejt, do të dëgjojmë se çfarë do bëhet me to, por kur them për Argita Berishën, Shkelzen Berishën, nuk kam parasysh vetëm aferat e rënda, domethënë te Gërdeci edhe tek trafiku i armëve, ku është përzierë dhe Argita Berisha me Jamar për Maltezin, edhe me Lulzim Bashën madje, por edhe afera e rëndë korruptive me rreth 110 milion euro me Damjan Fazliqin dhe Lazaroviqin,
të cilët kanë përfituar nëpërmjet VKM-ve të Sali Berishës këtë shumë që unë juve ju thash, përkundrejt dhenjes dhe prej tyre të një shume të jashtëzakonshme mbi 50 milion euro në formën e asaj aferës për nderin thonjza të madh që këta i bën për t'i dhënë këto, domethënë këtë shumë të konsiderueshme nga energjetika shqiptare fazliqit dhe që e bën energjetikën shqiptare e lidhën tërësisht me Beogradin, në vend që ta lidhnin me Italinë dhe me vendet e tjera të Bashkimit Evropian ku ne duam të futemi dhe sikurse po veprojmë sot. Kështu që në këtë drejtim Berisha tani nuk i ka ngelur absolutisht asnjë lloj, nuk ka tjetër armë në dorë përveç se të mbaj fortë, qoftë edhe sado të vogël atë Partinë Demokratike, e cila faktikisht, nëse janë 500.000 vota, nuk janë të Sali Berishës. Ato janë të alternativës kundër qeverisjes që është aktuale. Dhe ata nuk duan këtë mënyrë qeverisje, ata duan një alternativë tjetër, ata duan të vinë vetë në pushtet, sepse e duan Partinë Demokratike, atë të viteve 90 me ata idealiste të tjera, dhe që kur vjen problemi për t'i dhënë përgjigjen Sali Berishës, domethënë për t'i thënë atij që nuk dalim dhe nuk votojmë për ty, por ne votojmë për këtë alternativë të cilën e duam pa ty, ata e tregojnë protestat që bën. Fakti, erdhën 47 kryetarë shtetesh në Shqipëri, ishte eveniment i jashtëzakonshëm kombëtar, unë do ta konsideroj një nga më të mëdhat pas shpalljes pavarësisë Shqipërisë, sepse e pam vetë çdo të thotë sundohet Shqipëria nga e gjithë Europa dhe me vlerësimet jashtëzakonshme për vendin tonë, për qeverisjen dhe për kryeministrin Edi Rama, dhe në një situatë të tillë, ati i shkuan atje në protestë 230 veta, që ishte një turp i madh, domethënë një lloj si ato çingit tek ai filmi Koncert në vitin 36, që i nxori ai Beu atje, që i bini dajreve ato dhe vaj, gishat me kajmak, o moj gocë e vogël, më bere me rak. Kështu ja bën edhe Saliu aty, dhe çfarë halli ka Shqipëria e shqiptarët, dhe ai ka hallin thjesht dhe vetëm të familjes së tij. Pra me këta 200 veta apo edhe po qenë pak më shumë me këta, ai do ta mbrojë faktikisht familjen e vet në emër të ta shtuquajturës shefi opozitës, në emër të ta shtuquajturës që unë jam ai i Shqipërisë madhështore që ka me vete edhe këto 11-12 partitë tjera politike e tjera, po që realisht të gjithë janë të distancuar prej tij. Zoti Beqiri, të kalojmë pak tek ish presidenti Ilir Meta, i cili është marrë zyrtarisht i pandehur dhe është njohur me 3 akuzat ndaj tij. Çfarë do të thotë tashmë ligjërisht marrja e tij zyrtarisht i pandehur, por edhe vetë 3 akuzat çfarë përbëjnë në vetvete? Ilir Meta edhe bashkëshortja e tij tashmë zyrtarisht janë të pandehur, janë të akuzuar dhe do të shkojë kërkesa për gjykim në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar me akuzën e korrupsionit pasiv, me akuzën e pastrimit të parave dhe me akuzën e mosdeklarimit të ardhurave. Janë 3 akuzat renda, edhe këto, sikurse u thash edhe më parë, pra dënimin maksimal e kanë deri në 15 vjet burg, edhe përjedhoi të 2, domethënë këta bashkëshort, ose të ndarë kështu në mënyrë fiktive, se reale nuk janë të ndarë, po e bën këta vetëm të shpëtojnë qartë mundin nga pasuritë që u kanë grabitur Shqipërisë dhe shqiptarëve, pra që të ndahet edhe kjo lloj, domethënë të mos i kërkohet njerit pasuria, edhe mase shpëton tek tjetri, dhe akuzat janë të provuara, katërcipërisht të provuara, si ajo e pastrimit të parave nëpërmjet lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe mos deklarimit të ardhurave, sepse na u gjetën ato para që atje u quan, nuk justifikon dot partia e Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit, nuk justifikojnë dot gjithë ato shpenzime
mjekësore dhe estetike që kanë bërë, sepse është një shumë maramense, vetëm në San Marino janë quar 287.000 euro, çka do të thotë, domethënë, shifër e jashtëzakonshme dhe ai nuk justifikon dot, na i ka marrë këto, sikurse nuk justifikon dot edhe shpenzimet maramense që ka bërë për 3 fëmijët e tij, të cilët kanë jetuar në luks të jashtëzakonshëm në qendrën e Londrës, në vendin më të pasur të Londrës, dhe ku kanë vazhduar studimet. Minimumi, domethënë, është 10 milion pound i ka shkuar vetëm për 3 fëmijët e tij. Na u muarën, ku është burimi i tyre, sepse me një rrogë e cila në vit, domethënë, nuk të vete më shumë se 40-50.000 euro, atëre na i nxore ti këto se rrogtar, e shahir rrogtar janë gjithë të tjerët. Përjedhoj pra e kam fjalën që kjo është ajo që ati do t'i thotë mirë se erdhe, si maja e icebergut, po pasaj Ilir Meta ka afera e të tjera shumë herë më të rënda. Ilir Meta nuk do t'i shpëtoj dot edhe do të përgjigjet një për një për vjedhjen e Floridit Krabës, sikurse do përgjigjet një për një për shfrytëzimin që u ka bërë atyre mbi 70-80 guroreve me që nxjerrin dhe mermer dhe që ka shkuar deri në Indi ai mermer dhe që futen ato në xhepin e Ilir Metës dhe të Monika Kryemadhit, madje edhe me pasoja të rënda, sepse në këto gurore deri tani numri i vrarëve është 9. 9 janë vrarë, domethënë, për llogarit Ilir Metës edhe në aksidente të ndryshme atje në to. Për të mos folur pastaj për privatizimet e tjera, si që është Armua, si që është Alpetroli, si që është Banka Kombëtare, si që është Profarma, e tjera, si që është hoteli 15 katësh këtu në Tiranë, e kam parasysh shqiptarët, sikurse është fabrika e birës e Tiranës, fabrika e birës e Korçës, të cilat janë dora korruptive dhe përfitimet më të mëdha i ka marrë Ilir Meta, sikurse është aeroporti i Rinasit, sepse Duçkollari e mori nga Gjermani dhe ja dha kinezit me një përfitim miliona euro, dhe që 80% atyre miliona eurove në këtë aferë korruptive i ka marrë edhe i ka ndarë me Ilir Metën. Kështu që Ilir Meta ka fundin dhe familja e tij e kanë fundin e zi. Ndërkohë nga ana e tij, Ilir Meta ka ngritur akuza kundrejt bashkëpunëtorëve të tij sa i përket çështjes së lobimit. Në këtë rast, apo kërkon të shpëtoj vetë Ilir Meta duke adresuar akuza ndaj bashkëpunëtorëve të tij në ish Lëvizjen Socialiste për Integrim? Ilir Meta se kush është, edhe atë që kemi theksuar, po dikush e ka marrë si batut, por që nuk është realisht batut, që kur ka qenë, domethënë, i vogël, ka qenë hajdut. Dhe kur vinte në Tirana për pushime atje në fshatin e tij, në Çepan, të tërë aty në fshat thoshin runin është se ka ardhur Iliri se ka dorë ky shejtan. Kështu që në këtë aspekt, domethënë, kemi të bëjmë me një njeri që ai gjatë gjithë kohës, që kur u zgjodh deputet edhe deri në që i provoi të gjitha postet në këtë vend, i mori derisa u bë dhe presidenti i Republikës dhe me aftësi të kufizuara, jashtëzakonisht kufizuara, sepse ka operuar vetëm me 60 fjalë. Le të analizojnë ata që janë specialistë, shikojnë fjalimet e tij e tjera, 60 fjalë i vërtit sa në një vend në tjetrin, se këto janë aftësitë e tij. Dhe ai e tregoi veten tani edhe me zgjedhjen e avokatit. Mori një avokat, në thonjza se nuk është avokat, nuk është avokat as, domethënë është de jure, por nuk është de facto, se nuk mund të bësh dot avokat vetëm me 7 vjeçare, të 8-ën e le pa mbaruar, të mesme nuk bën, juridik nuk bën, ndron emër e mbiemër, vjedh një diplomë,
ndron emër dhe mbi emër sepse është kolegu juaj, domethënë nuk është koleg se po ti ish koleg nuk e bënja unë të gjë, nuk e thoshja kurrë, po vetëm se nuk e kam koleg. Është i pranishëm pranaj edhe. Ja kam thënë edhe në sy ballë për ballë, edhe përballë prap tjeta je aty edhe ti dëgjoj këto që i them unë. Është dhe person me precedent të rënd penal në Itali, edhe ka hapur, domethënë atje dënimin e saj, po deshet ua dërgoj dhe vendimin e gjykatës italiane, pra ta kam fjalën, nuk e kam te ky, se ky domethënë ky s'ka faj. Fajin e ka. Diskutime kam fjalën. Pikërisht jam dakord me juve, por e kam fjalën, nuk e kam te ky hallin, e kam te Ilir Meta. Domethënë një president vendi, në vend që të merte, domethënë një kryetarin e dhomës kombëtare të avokatëve të Shqipërisë, është presidenti, edhe e rrit nivelin, e rrit pjacën e vet, nuk vete këtu, ai në një situatë të tillë do pjelli kundër vetes vetë rëndim të pozitës sikurse po bën. Se të thuash ti që bashkëpunëtor janë edhe të tjerët, e sekretari i përgjithshëm, ai ka hedhur firmën, po ka dhe persona të tjerë që kanë marrë pjesë, domethënë atë lobim, edhe që kanë ndikuar e tjera me radhë, do të thotë që ta bësh më të madh lemshin kundër vetes tënde, sepse sa më i madh rrjeti i bashkëpunëtorëve, sa më shumë veta të implikohen në një krim, aq më të rënd ta bëhet pozita jote, se nuk është një lloj kur e kryen krimin vetëm, edhe ta komplikosh, edhe të korruptosh, edhe të futesh aty brenda edhe element, domethënë edhe njerëz të tjerë duke bërë veprë me rrezikshmëri jashtëzakonisht madhe. Sa më shumë persona të implikohen, aq më e madhe është rrezikshmëria shoqërore e veprës. Në këtë aspekt e kisha fjalën, domethënë që po e rëndon veten dhe faktikisht kjo është në demin e tij. Mirë po, kush do ta mësoj që ti thotë që mos e rëndo pozitën tënde me gjërat edhe me deklaratat kësaj natyre. Sa rrezikon Ilir Meta në këtë rast me ngritjen e këtyre 3 akuzave? Po deri në 4 vjet e ka ajo mosdeklarimi të të ardhurave edhe fsheja e të ardhurave që ti ke. Korrupsioni vete deri në 12 vjet, korrupsioni pasiv që ke bërë, pastrimi i parave vete deri në maksimum, varet nga shuma, deri në 15 vjet, kështu që domethënë në total kur të vi problemi që do bashkohen të treja dënimet, Ilir Meta deri në 15 vjet burg i ka domethënë të garantuara, po kërkoj gjykim të shkurtuar mund t'i ulet, ndërsa Monika do kërkoj gjykim të shkurtuar edhe si grua e tjera mund ta ketë më të ulët. Zoti Beqiri, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Unë ju falenderoj juve dhe ju uroj suksese. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.